Altin Darda është një emër i cili ka bërbuj në fillim të viteve 90 dhe kulmin e ka arritur në vitin 1997, viti i cili njihet si një luftë civile apo në periudhën kur shteti e humbi fuqinë e tij, pra kemi trazirat e marsit të vitit 1997, ku për shkak të firmave piramidale, të ngritjes së revoltës popullore, por edhe të dezertimit, pra të gjitha institucionet e asaj periudhe, sidomos policia, ushtria, i hapën depot. Pra, në atë periudhë kemi qeverisjen e Partisë Demokratike, e cila i ka dhënë armë, pra Kalashnikov, pistoleta, gjithë antarëve të saj, pra doli një direktiv në atë periudhë ku të armatosej populli dhe bëri që të hapeshin depot e ushtrisë dhe ushtarët të dezertonin. Pra, ende nuk është qartësuar nëse kemi të bëjmë me një luftë civile, një agresion popullor apo me një dezertim të planifikuar nga qeverisja apo nga drejtimi i atëhershëm i qeverisë, ku në atë kohë ka qenë në pushtet Partia Demokratike. Kemi pasur një republikë e cila ishte republikë me fuqi presidenciale, pra dispozitat kushtetuese të vitit 91 diktonin, pra i jepte shumë pushtet presidentit të asaj kohe, pra zotit Sali Berisha, i cili drejtonte gjithë qeverinë dhe kishte një fuqi absolute në drejtimin e saj. Dhe natyrisht që në atë periudhë të gjitha ato kontingjentet kriminale, cilat kanë pasur një historik të shkuar, pra historiku nuk është vetëm në fillim të viteve 90, por edhe përpara viteve 90, ku të gjithë ne jemi koshient të gjithë të burgosurve ordiner, të cilët kanë qenë në burgjet e komunizmit, sepse nuk kemi pasur vetëm të burgosur politik, por edhe të burgosur të cilët ishin për çështje penale, pra kundravajtje penale, çështje ordinere, siç mund të ishin vjedhjet, rrafjet, vrasjet, pra dhe të gjitha të dënuar dolën me një amnisti totale që u bë në fillim të viteve 90 me ndryshimet demokratike ku u hapën burgjet. Dhe aty ishte eksodi i parë, ku shumë prej tyre dolën jashtë, pra edhe patën një lloj lulëzimi, qoftë në Evropën perëndimore apo në Greqi, ku shumica prej tyre emigruan në Greqi, dhe eksodi i dytë, apo le të themi kontingjenti i dytë ishte pas vitit 97 apo në vitin 97, ku në trazirat e marsit 97 u hapën burgjet, dolën gjithë të burgosurit, pra ata të cilët ishin dënuar për çështje politike, pra për çështje politike këtu kemi parasysh gjithë ata zyrtarë të cilët kishin drejtuar përpara viteve 90 apo të cilët ishin zyrtarë komunistë dhe kishin marrë dënime penale, por shumica prej tyre ishin kontingjent të cilët kishin kryer vepra penale dhe kryesisht në fushën e vjedhjes, në fushën e plagosjes, të rëmbimit, të vrasjes, edhe pse shteti në atë periudhë nuk ka qenë i fuqishëm, që do thotë nuk i ka luftuar, përkundrazi ka inkurajuar grupet kriminale, pra kemi pasur si duket ndonjë lloj strategjie të tillë, por edhe mungesë të ligjit penal, ku shumë prej femrave, gocave të reja, të cilat trafikoheshin dhe dispozitat e kodit penal të asaj periudhe nuk kishin, pra lidhur me trafikimin, nuk ishte penalitete, dhe kjo ishte lënë, besoj unë, tani kur bëjmë një lloj analize të gjithë kësaj situate, ishte lënë ndoshta me vullnetin e politikës, ku
kemi parë që në fillim të viteve 90 gosat mashtroheshin, trafikoheshin për të prostituuar në vendet e Evropës perëndimore, dhe kur vinte puna, policia nuk reagonte, nuk kishte dënime penale, shmangeshin të gjitha ata persona të cilët i kryenin këto krime. Dhe në vitin 97, pra kemi një amnisti të gjithë tyre që kishin kryer vepra penale dhe natyrisht grupet kriminale filluan që të lulëzonin. Fillimisht kanë qenë duke marrë parasysh qytetin e Beratit, që është një qytet i vogël dhe aty le të themi konfliktet nisën për çështje banale, që do të thotë duke filluar me konflikte të cilat ishin për çështje motive të dobta dhe arritën në konflikte asmërie, ku dy grupe, dhe kemi pozicionimin e dy grupeve. Grupi i parë është grupi i Gjashkaçit, pra në hyrje të qytetit Beratit, dhe grupi i dytë është grupi i Vakëfit, që Lagja Vakëf është në dalje, pra në dalje të qytetit të Beratit, tek rruga që të çon për në Skrapar apo në Poliçan, pra është në pa shkuar tek spitali ose pa shkuar tek Fisht, që i thonë asaj zone, dhe këto grupe u pozicionuan ku grupi i Vakëfit nuk mundet që të kalonte, pra nuk e kalonte pjesën e urës së Goricës. Pra deri aty ka qenë një lloj ndarje e qytetit Beratit, ku njëri grup zotronte pjesën e hyrjes, pra kombinatin, Gjashkaçin, Murat Çelepias, që është ajo lagja aty, ose dëshmorët e kombit, quhet ndryshe, varrezat e dëshmorëve që janë në hyrje të qytetit Beratit, dhe ndërkohë që pjesa tjetër ishte sipër, pra duke filluar nga gjysma e lagjes Mangalem dhe pjesa kur merr, pra kalon Agjensinë, dhe pjesa e Malores në të majt, që ngjitesh në lagjen Vakëf 30 vjetori, pra ishin këto territore të ndara. Konflikti lindi për motive të dobta dhe natyrisht filloi edhe këto konflikte u zhvilluan, u thelluan, sepse duhet kuptojmë që në atë kohë Altindardha ka qenë pra një i ri në moshë, kishte një të kaluar kriminale, pra kishte rekorde kriminale.